Do befasoheni kur të mësoni çfarë ndodh me trurin ton kur konsumojmë akullore. Në stinën e verës akulloret janë përveç se shumë të shijshme dhe freskuese, ato të japin mundësinë ti konsumosh në shije të ndryshme, gjë e cila i bën as pak të mërzitshme. Sipas një studimi të bërë nga një grup profesorësh në Universitetin e Tokios, është zbuluar se nëse hani një lugë të madhe akullore për mëngjes mundet të ndikojë në shpejtësinë e funksionimit të trurit. Për të vërtetuar këtë, profesorët japonez kryen një eksperiment me një grup personash. Ata duhet të konsumonin çdo ditë në mëngjes 3 lugë me akullore. Pas kësaj ata duhet të përdornin kompjuterin për të realizuar një numër ushtrimesh mendore. Pasi ky eksperiment u bë për disa ditë rresht, u vërejt se personat të cilët kishin ngrënë akullore kishin reagime më të shpejta dhe ishin më të mirë në procedimin e informatave, krahasuar me persona të tjerë që nuk kishin ngrënë.